Më ke djegur buzën nga ana tjetër, dy prerje. Më ke rudhur buzën. Ma ke shqyr buzën, si. Që ke më të mërshme se aple. Më more tani se unë nuk dua të flej gjumë, thash vetes, po më zuri gjumi. Këtë ma do që prap ma acit më nëzore rënjën lëkurën e re, që të ma dikësh prap më marrësh në gjumë. Po, këtë ma dogje, u rop lëkura e djegur, dhe ka dalë lëkura e re që të më rjepësh prap. Sepse do të më shkatrosh. Po, falë meje është rigjeneruar lëkura, dhe ka dalë lëkura e re, por është dëmtuar, se i hodha acid fort. Kam dash me hap syt që më ka sjell kjo fuqia. Kjo është shumë e frikshme qelisë që mua më sjell te ty. Sa herë që do mbyll syt pa dashje. Vetëm doja të shplodhesh ajo të flija gjumë. Kjo më mbyll syt dhe unë marr fund me juve. Unë nuk di të gjuhet përdor me ju jeni kriminalë shumë të tmerrshëm mizu. Me dëshnoret e tua apo gruan tënde sisi. Do të marrësh firmën e Arketa Mukës mere. Me sa duhet ajo është Arketa Muka e Amerikës Latine. Unë jam Arketa Muka e jetimores e Amerikës Latine. Po mund të ketë marrë emrin tim ose më ke vëndit e Shjaku emrin tim. Emri Arketa Muka. Po nuk e di më vërtetën tani. Unë mund të jem gjermane, që ti më ke marrë nga Gjermania dhe më ke përdorur si gruaja jote për të ndërmuar shpirtin, për të punuar si punëtore sklave. Ndërkohë që nuk lejohet. Tani as bëhet dhaf. Më ke rrahur sepse ju vrisni njerëzit edhe mbron sisi, nga duri me sa duket. Duri, unë nuk të kuptoj që ti merresh me fytyrën time si gratë e këqija orë minutë. Jo, nuk të ngri zërin sepse ju dukem shumë e keqe, ndërkohë që ju më digjni dhe më coptoni mishin, dhe jeni shumë të mirë. Ju keni arritur kulmet e çmendurisë njerëzore. Si që ke kafshë ndyrë, më kafshë se Arketa Visiu dhe se Leta. Nuk e dje që ishe super kafshë. Fola me ty si mendova se të shpëtoja nga torturat njerëzore, sepse gruaja e Jezujt që ka ndershme dhe e mirë. Atëherë nëse je Arketa Muka e Amerikës Latine, ti që ke kafsha e Jezujt, kafsha e njerëzisë. Po, je kafsha e njerëzisë. Tortura që bëke me lëkurën që kanë të merre. Që ke shoku i durit. Po, shoku i durit, cili Jezuj. Jezu, unë nuk dua të merresh me mua. Mjaftë të bëre kafshë me trupin tim, fytyrën time. Ke edhe rrezet shumë forta në kokë që të lëshojnë gjithë qelizat fytyrës edhe këto. O më deformoni fytyrën o s'ka. O më deformoni këmbët o s'ka. O më deformoni barkun o s'ka. Unë nuk e di se çfarë kam fëmijë brenda në bark apo kam diçka tjetër. Unë nuk e di se ç'bën kjo qelisë fuqi në trupin tim. A kam mitër as kam mitër. Unë kam shumë dëshirë të kem mitër, të jem grua. Nuk e di se çfarë bën kjo me trupin tim natën kur unë jam në gjumë. Jam në dorë të kësaj qelize që tallet shumë me mua. Ju fuqi talleni shumë me njerëzit njeriu e thjesht, por që do tallesh non stop. A e kuptoni se çfarë bëni trurit tim që më tallni dhe më shyen? Tallja nuk është tallje që u rrëzove dhe nuk të gjen gjë. Ju po më shyeni mishin non stop. 4 vite rresht, jo 4 vite, 2018 keni nisur. Unë nuk e di pse jeni kaq kafshë ndaj meje. Plasa duke folur Jezu, çfarë do nga unë që po mbret? Nuk më kthen përgjigje. Çfarë doni nga unë që më vrisni o Jezu? Po më shkërmoj shpirtin mordial me gjithë dashnoret e tua dhe fundit që e ka si gruaja jote. Më thuaj çfarë do nga unë që të shpëtoj nga ty? Ç'është kjo buzë që më shkatrove fare mordial? Unë e kisha buzën shumë mirë. Po pse ju nxit aple mordial të më shyesh kaq shumë? Pse ma rrudhe komplet buzën, ma shyve dhe ma bëre me 4 prerje? Po 2 i kisha që në 2018 tani më bëre 2 prerje tjera nga ana e djathtë. Më bëre 2 prerje tjera. Çfarë është kjo shenjë që shohësh, prisni buzën si ju do qefi mordial? Pse më shkatrove buzën o Jezu? Po çfarë bëri buza ime o Jezu? Për çfarë mban punëtorët mordial të shkatrosh shpirtin e njerëzve? Po unë s'kam as bukë të haja, menove një herë të m'japësh 10.000 lekë të ha bukë mordial. A me dhe zarfin e volotit mordial, pse më ke bllokuar dhe më shyen? Unë do dal jashtë dhe sikur më gjaj kushtësh fare mordial. Unë nuk ri do të pa dal jashtë. Unë tani nuk dal sepse jam shëkuar nga juve. Unë jam shëkuar jashtë mase nga juve mordial. Ti nuk ngopesh duke më vrarë mua non stop.
Ku e ke marrë gjithë të liri në këtë popull, mordjal? Ku e ke marrë këtë liri duke më djegur vetëm non-stop shyen i mishin, buzën, hundën, fytyrën, mishi, kockën, këmbët, organet, prinjët, shtyllën kurrizore. Qa lloj pune është kjo, mordjal? Ti po na shyen, mordjal. Po na fut në arkivor dhe ne i rrim shplodhemi. Po mordjal në dhe, nuk du arkivor, në dhe. Jo në arkivor, se në arkivor më merr duri i smuri mendor dhe më qarmatos qitë trupin. Më fut mërë në dhe kur s'më shef dot me sy, mordjal. Unë nuk kam fuqi të ndaloj ty kur jam në gjumë. Unë mund të flas ty kur jam zgjuar. Unë nuk të njoh fare, mordjal. Unë di që Jezusi është i shenjti i njerëzimit. Po ku e ke shenjtërinë ti, mordjal? Ti po më shkallon nga tru duke përdorur jo sisin, jo prapanicën, jo atë, jo këtë, jo atë. Jam e lodhur me shtrikat e tua, mordjal. Jam e lodhur, nuk i njoh fare. Më thot fuqia Alketa Visiu, është Alketa Visiu, më thot është sisi, është kjo tjetër. Unë si njoh, unë si kam parë fytyrën aty, ato më shohin mua 20 herë non stop. A di unë është Alketa Visiu, është kurtra e gjata. Ju thoni Alketa Visiu, unë them Alketa Visiu. Ku di unë kush është? Mjaftë të muar me fytyrën time. O Jezu duri. O fuqi. Ju i mbani punëtorët vetëm për të na shyer shpirtin apo si është puna juaj. Po ke lek mordjal, lik me pllakat e Floririt edhe përdori. Për çfarë më shyen se s'ke nevojë për pare? Pse më shyen fytyrën kur nuk ke nevojë për pare, mordjal? Nuk ke nevojë për atë zarfin e vëllotit. Pse më lën pa bukë dhe më shyen mishin fytyrën, trupin? Çfarë është kjo smundje e durit? Pse jeni kthyer smundja e durit, o Jezu? Po ma heq trurin, o Jezu. Po ma heq trurin.